gjeta, mirëmëngjesi, një ditë të mbarë gjithashtu edhe për ty. Çfarë gatuajmë sot? Si e ke nisur ditën një herë? Ditën e kam nisur shumë më mirë, por, qika, kam nisur shumë më mirë, po i thosha vajzës së mëngjes, me çou, mos më ço vonë. Ky është gjithmonë problemi i të gjithëve, kur ke fëmijë të vegjël në rastin tim. Në rastin tonë që ke çupën të rritur? Është 31 vjeç, është 31 vjeç, do thoni unë nuk dola këtu për të nxjerrë çupën time e keq, jo. Është për të nxjerrë për të thënë diçka tjetër. Edhe Sokrati shkruan. Sokratin e dim që është filozofi në kohën e lashtisë greke. Edhe i thotë ma çou, Sokrati thotë çou. Edhe Sokrati donte të flente gjumë. Kishte edhe një vëlla tjetër Sokrati. Edhe i thotë, dëgjoj nën, i thotë, dëgjoj, ti që çohesh vonë, unë do shkoj në shkollë të mësuesja jote dhe do t'i them që ti çohesh vonë. Edhe shkon dhe i thotë edhe mësuesës. Edhe unë e kam për këtë gjë. Thosha, do shkoj te mësuesja jote, do i them që ti nuk vën punë. Edhe thotë, dëgjoj, thotë, zogjt çohen herët me cicërimat e tyre. Edhe bëjnë punë. Dhe normalisht, ke dhe insekte që ka një gjumë letargjik, nuk çohen, të ka gjithçka. Por krimbat për shembull zogjt që çohen herët, i han krimbat që flen vonë. Që kështu Sokrati nuk u bë ai djali punëtor, por u bë filozofi më i shquar. Pra i tha nënës që dëgjoj, zogjt çohen herët, po zogjt i han insektet, i han krimbat që çohen vonë. Pra më mirë të jesh i zgjuarta se të çohem. Kështu dhe vajza ime. Seve besoj hike dhe nuk e zgjove më. Nuk e zgjesh çdo ditë, nuk e zgjoj. Sepse dhe vetë unë kam dëshirë të shtunave dhe të dielave, sepse është bërë një ritual që ti çohesh herët. Do thua, do flet të shtunën dhe të dielën, por ti çohesh herët. Pra, jam pak si nga ana e Sokratit të shtunën dhe të dielën. Ja, këto, ti je zog mëngjesi apo ke bufnate? Ke pëlqen gjumin e mëngjesit apo të flesh herët në darkë? Jo, vonë, fle vonë. E po i bie që të zgjohesh vonë. Me dëshirë. Tani me dëshirë në moshën time ke dëshirë që të rish në atë divan, të pisha të kafen, të shikosh televizor që unë e diel, po të reporti me tani do shoh vete, nuk jam narciste, jo. Po shoh emisionin tonë. Ç'ke bërë gjatë javës se nuk e shef dot. Po pëlqen të shikoj veten, ku janë gabimet e mia. Patjetër që çdo njeri ka gabimet dhe çdo ditë ti përmirësohesh. Pra nuk themi çdo vit, por çdo ditë ti përmirësohesh, mëson nga gabimet e tua. Rrofsha Sokrat që të kemi lexuar. Jo, ja vlem për lashtësinë greke dhe për mençurinë dhe filozofinë e disa emrave të caktuar që i kemi lexuar në shkollë, na kanë frymëzuar dhe i kemi si udhërrëfyes në rrugtimin tonë. Gjithsesi, ka thënë ndonjë gjë Sokrati për këto recetat përgatitur? Sokrati nuk ka thënë, po shumë të bukur ke këto vatët. Faleminderit. Ama më si janë gratë. Tani fillojnë të recetat e gatimit. Do bëjmë. Me këtë punë sqarojmë poshtë. Sqarojmë pak më vonë. Brokul vez parizier nga tona, qumësht, krip, lur hudhre, piper të zi, erëza të ndryshme. Për çfarë bëhet fjalë? Kam një furrë të ndezur që role. Do të bëjmë të role. Për këtë mëngjesin që ne duam të hapim iftari, jo. Duhet pa sa më shumë receta të jenë të shpejta, që dhe tavolina të jetë e plot, por të kemi edhe proteinat, pra kjo është një mëngjes shumë i dur. Kemi proteina goxha, kemi brokolin. Brokoli është Kudo që ta vendosësh edhe në mëngjes, në drekë dhe në darkë konsumohet. Atëherë. Ti hapë pjesën. Jam jep një gëshër, bëjmë gati parizën dhe tostino me fetat tonës, që përdorim edhe për tostin e mëngjesit. Dhe i tregojmë avash procesin e punës, se si do të veprojmë për përgatitjen e këtyre roleve. Po t'i lë. Edhe e ke vënë re që e kuqa është më kompakte se e bardha. Lëvozhga është më e fortë. Sa vezë kemi? 4 vezë është në recetë, unë do vë më tepër, do vendos më tepër, sepse ndërkohë e hapa këtë pjesën e djathit. Po vendosë një tavë më tepër, një tavë më tepër, më të madhe. Po. Pra, ergo edhe vezët këtu.
lëri aty si që ke. Lëri si që ke. Do t'i vë pak më vonë, të vendos pak më vonë. Shtoj. Kripën. E ti lëk të dyja. Pak piper. Pak rigon i bluar. Hudhër. Qumësht. Të i trazojmë. A ka miell kjo recet? Ja. Nuk ka miell. Do të vendosim kështu si që është. Të vendosim ndoshta një letër ose vaj për letrën të mos ngjitur veza. Do letrën që të mbulohet e gjithë pjesa mirë. Po. Furrën e para ngrohur dhe brokolin Të cilin e grim kështu si për imët. Atë tamam ta lart më mirë pak. Të qëndrojmë, okej, që në qëndron më mirë pjesa e vezës. Pra kemi shtuar në një tas për të përgatitur role me vezë të mbushur me djathë, me prosciutto dhe me brokoli. Kemi shtuar në një tas sa kokra vezë dëshironi ju të shtoni për sasinë Varësi të tavës, e numrit të antarëve që kemi, po. Ja. Pak qumësht, pak brokoli, krip piper, dhe ja, gjithë këtë masë do ta shtroni në tepsi. Tani, tavën do rregullohet pa problem. Kjo gjitha do të mpikset, do të piqet, e vendosim sipër saj edhe brokolin, që ndoshta është pak më mirë dhe më praktike për ta ngrirë brokolin në sipërfaqe, sepse dhe qëndron më mirë. Nëse do ta kishim vendosur në tas, do të qëndronte vënde. Pra, mund ta merrni dhe të zier në boçë të vogla, por e mira tjerave është shohim pak së bashku recetën të shkruar, role me vezë të mbushur me djathë, me prosciutto dhe brokoli. Shifeni se sa thjesht ishte kjo recetë. Merrni 4 vezë, 1 kokë brokoli, 100 gram djathë pice, 100 gram prosciutto, 50 ml qumësht, 1 lugë gjelle vaj ulliri, gjysmë lugë çaj pluhur hudhre, gjysmë lugë çaj rigon ose erza të tjera, krip dhe piper sipas shijes. Përzihen fillimisht vezët, duke shtuar pak krip, piper, qumshtin, erzat të tjera dhe brokolin të grirë aqimët. Dhe më pas këtë sasi të vezëve e shtroni tek letra e pjekjes në tepsi. Sigurisht që sipër grini edhe brokolin, tani unë kam shtuar dhe 2 vezë të tjera, sepse tepsia është e madhe, me thënë drejtën. tepsia është e madhe, por ka një gjë që pjesa e sipërme janë 4 viza që përputhen me njëra tjetrën dhe është pjesa e tepsisë është pak më e lartë dhe kjo ndodh që nuk ka një fund të drejtë. Fura është e nxehtë e para ngrohur, e ja ta vendosim se mpikset me njëherë, se çfarë ka në fundit aty, ka vezët. Dhe do të bëhet një petë vezësh, të cilën më pas do ta mbushim me prosciutto dhe djathë. Brokoli sigurisht do të zjej në atë, ose do të piqet pak me vezët. Dhe ja, teksollëm një mënyrë shumë praktike dhe të lehtë për të përgatitur një recetë të tillë të roles të mbushur me prosciutto, djathë edhe brokoli. Le të kalojmë tani tek receta tjetër. Paksa I ndërtojmë pak më vonë. Gati për rolen, ta mbështellim tani me prosciutton dhe me djathin. E kemi pjekur në furrë, një përzierje të vezëve, pak qumësh, erza, brokoli. Shifeni si është bërë, një petë e tillë. Do t'i vendosni për mëngjesin tuaj. Prosciutton e preferuar nga tona. Unë do t'i vë nga tëra se kam qef këtë. Po. Djathë mund t'i vendosni pak, po prosciutton e do.
Proshutën e do. Zaj që ka to më vete. Këtu. Prosciutto freskët edhe djathi është mëse i mirë, mëse i duhuri për këtë pjesë, në mos edhe për tostin, se i tillë është dedikuar kjo dyshe. Pritani se... Ska edhe dyshe tjetës, është problem. Edhe dyshe le tjetës. Avash. Ja se të bëhet disnivel. A do të që kur do që të bësh diçka shpejt. Për shembull, a kemi marrë avash? Anvisat për shembull, kur duan të dalin, i japin një leckë shtëpisë dhe në fund fare, kur shrytin leckën, i japin aq forca që derdhet ujë. Ose fyt. Edhe unë e tham këtë pjesë, po dola nga shtëpia të shkoj diku, duhet paketër të i bëj punë të shtëpisë, nuk e di çfarë është kjo mani moj vajzë. O të lëmë goja ti që më të vajzë. Atë do ika dhe nuk thesh më. Sepse do që shtëpia të jetë gjithmonë. Nëse pak nga lagështia, pak nga kjo, mbështetem dhe nga ana tjetër. Ska problem se kam të këtu. Për gjithë familjen, 5 antar, 4-5 antar, kanë gjitur pak, s'ka problem, është qendra mesi ndoshta që... Që nuk është i drejtë. Ja, që nuk është i drejtë. Që nuk është i drejtë tek tepsia, mbase. Të gjithë kemi nga një tepsi kështu, ose tenxhere që problematike në shtëpi. Do doja të tregoj edhe njërë sa të ngjeshet mirë gjithë masa, të gjitha produktet që duhen për përgatitjen e roles të mbushura me prosciutto dhe me djath, i rishohim së bashku. Role me vezë të mbushur me djath, prosciutto dhe brokoli. Në një tas shtoni 4 ose 5 kokra vezë edhe njërë. Kjo është në varësi të sa antar dhe sa masa racione do të përgatisni. Një kokë brokoli do të merrni vetëm pjesën e lules, shumë imët, të grirë në rende, 100 gram djath pice, 100 gram djath pice prosciutto, 50 ml qumësht, 1 lugë gjelle vaj ulliri, gjysmë lugë çaj pluhur udhre, jo hudhur thelpi, sepse e rëndon pak aromën, pluhuri është pak më i lehtë, jo shumë i ndjeshëm, rigon gjithashtu ose erëza të tjera, çfarë preferoni ju, krip dhe piper, patjetër sipas shijes është një dyshe që s'mungon në asnjë gatim. Kjo ishte roles. Tani, do ju prisja, do ju ftoja të flasim së bashku pak për ditën e verës, keni bërë apo jo ballokumet, ku do ta festoni, çfarë do të gatuani, po sot çfarë po gatuani. Ne kam marrë malli, ndaj dhe duam që të komunikojmë. Keni numrin në ekran, na telefononi, ju presim. Gati rolet, nuk ka miell, është vetëm vezë për përgatitjen e këtyre roleve të mrekullueshme, të shishme, mbushjet pastaj zgjidheni dhe si të doni ju. Si e doni tani? Them kështu këto, se duhet duket kjo pjesa e bukur. Nga lart, ja. Sa të mira. Sa të mira. Kaq pra për mëngjes. Një rolet të tillë, një gotë qumësht edhe kaq mbaroi. Tani nuk ka në pipa ku e piva? Ja, ti mbledhim edhe. Do t'i vendosim pastaj sërish një mbështjellje me letër një qeset telefoni për t'i vendosur prosciutton edhe djathin, për t'i ruajtur dhe mirë mbajtur në frigorifer, sepse do t'i përdorim më pas për recetat të tjera. Kjo është receta. Të pëlqeu ty? E shijove? Të lumshin duar, t'ja t'i lëm këtu më njanë. Presim, pas kam bëritur një telefonuese ose telefonues me kuriozitetin nga na telefonon. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Emisioni Rizë Gjellini. Po, jemi drejt për së drejti, bashkë po flasim, unë jam Niki. Përshëndetje. Shqyqyr që u kafa njerë. Jemi shumë të mira. Faleminderit. Që në mëngjes që shikoj me kënaqësi. Sidomos për Albanën, që mi ndëron ato përparset, sa të bukura i ka. Mbi 100 Sa të bukura i ke me zemër. Të luqin ato duar. Rok, faleminderit. E meriton Rezja të investojmë në përparse. Dhe jo vetëm, Jo vetëm që është kështu, po se ku i gjejnë ai të bukura, për ditë diskutoj me vajzën, them çfarë ka vënë sot Albana. Ja, për të mbajtur të mbështyre. Mendojnë. Ju luqin duar. Mendojnë punëdhënësit e mi mundojnë që unë të kem përparse çdo ditë të ndryshme, sepse e din
Që ma më pëlqenjë veshjet, kjo është edhe më dedikohen. Ja, kështu është për të qenë sa më e pranishme dhe për t'ju shtuar kuriozitetin, pse jo, ja, zonja thot, dikush tjetër thot çfarë do gatuaj Albana, dikush tjetër çfarë do veshi sot dhe nesër. Ju nga po na telefononi, zonjë, nga Tirana? Unë jam nga Tirana, po jam e ardhur, jam me origjinë nga Elbasani, nga Pogradeci, nga Prenjasi, dhe përshëndes të gjithë gratë që shkojnë të emision me juve. Edhe ne i përshëndesim. I përshëndesim të gjitha zonjat. Albana ka një të veçantë që gatuan gjëra shumë popullore, shumë praktike, dhe prandaj unë i ndjek shumë emisionet, kam shumë qejf të gatuaj vetë, po kjo është më praktikja. Në duarata, ti them me fjalët e nënës. Të falenderojmë shumë në këtë mënyrë, kemi realizuar misionin. Në gatuaj ca gjëra tradita nga Elbasani, të vjetra. Po pa tjetër po, më thuaj. Tavmet e stil është i çikelotshme, po është diçka shumë tradicionale. Nuk e di. Po. E ke dëgjuar. Po pa tjetër po. Fuli që bëjmë për ditëlindje është një ëmbëlsirë tradicionale. Si quhesh edhe një ëmbëlsirë? Jo, këtë jo. Fuli, themi nga Elbasani. Okej, do pyesim patjetër. Kemi zonja të vjetra nga Elbasani. Vitin e fëmijës, është shumë tradicionale. Kur bëjmë vitin e fëmijës në Elbasan, bëjmë fuli. Një sekundë, bëjmë me vaj ulliri. Po? Është shumë praktike dhe shumë me këndshme për mendimin tim. Më falë se po ju marrë shumë kohë. Absolutisht, jo, është kënaqësi t'ju dëgjojmë, sepse një nga qëllimet për cilën dua të flasim është sugjerimi. Ne të falenderojmë, zonjë, ne mi presim me shumë kënaqësi një sugjerim, sidomos për këto recetat e vjetra, emrat e tyre, pra tava me pistil dhe fulia për nëse e fash mirë apo jo. Kur jam shumë e lodhur, kur jam shumë e mërzitur, bëj gatime shumë të lodhshme. Si për shembull kjo tava me pistil do ngene me kavërdis qepa mire. Po. E do me Terezi semine në jetën e Albana, përditshme. më shikon me shumë e vëmendje, të pëlqej shumë që je kaq kurioze, kur ti je një specialiste. Jo, një sekundë. Unë kam nevojë patjetër për të mësuar. Kam shumë dëshirë. Unë kam shumë dëshirë kur na i sugjerojnë, se janë të vjetra ca emra, na i kujtojnë, është nostalgjia në mes, malli për recetat e vjetra, eksperienca, kështu që faleminderit. Bëjmë përpara në naton Albana, një qyshqet që bëhet me grur. Unë do të them një gjë. Në ke dëgjuar? Po, palit, motra e gjyshes time ishte në Elbasan. Edhe përshëndes të gjithë anvisat e Elbasanit. Sepse tu bëfsha do më përshëndes qik motrën time, se kam vetëm motrën në Elbasan, mira i tuaj. E përshëndesim. Tani, mund të edhe një dy nga Pogradeci disa gatime, se kam vjerën andeve, nuk e hertosh. Patjetër që po. Më kupton? Gatimet e Pogradecit janë shumë të mira, sidomos ai lakrori që bëjnë ato, një pet lart, një pet poshtë, me një harxh shumë të lehtë, vetëm qep, vetëm presh. Po çfarë thash? Edhe po të dua ta bëj unë sot, nuk e bëj dot. Sepse nëna tona e bënin shumë të mirë. I kushtonin shumë vëmendje, kanë atë përkushtimin, dashurinë e duhur. Më thuaj si nga Elbasani, çfarë po përgatit për ditën e verës? Do t'i bësh vetë ballokume, ndonjë recetë tradicionale që do përgatitesh dhe po ta festosh, të ka ftuar motra. Jo, ballakumet nuk do i bëj vetë, sepse i bën motra në Elbasan. Edhe mos jo një dy kokra, se ne dy pleqemi tani. Kuptohet. Po mira të hargjinisen që quhet. E kanë shumë angari ballakumet. E vërtet. O ti bësh tamam ballakume dhe mos i bësh gorabie. Po. Më kupton Albana. E qartë, zonjat e Elbasanit nuk përtojnë asnjëherë ti përgatisin. Të falenderojmë jashtëzakonisht shumë për 2-3 receta që na sugjerove, do t'i kemi në vëmendje me Albanën.